Përshëndetje miq të Histori Tifozësh. Ja ku po takohemi sërish për një tjetër rrëfim nga një tjetër tifoz i njërit nga ekipet të derbit të Tiranës. Sot do të njihemi me historinë e Ergi Kasmit, një tifoz i zjarrt i klubit sportiv Dinamo. Për Ergin, Dinamo do të thotë lumturi, gëzim, por edhe sakrificë. Por pavarësisht të gjithave, a do të vazhdojë deri në fund Ergi të sakrifikonte për Dinamon? Le ta zbulojmë. Ergi Kasmi është 25 vjeç dhe ushtron profesionin si teknik transmetimi në një televizion privat. Ergi jeton në Tiranë së bashku me familjen e tij. Tifozëria për ekipin Dinamo për Ergin ka filluar në vitin 2002, kur ai shkoi për herë të parë në stadium për të ndjekur një takim të ekipit. Rrëfimi i Ergit është i mbushur me një larmi emocionesh, por për më tepër ju ftoj të njihemi me Ergi Kasmin në Histori Tifozësh. Përshëndetje, unë jam Ergi Kasmi, tifoz i Dinamos jam rreth prej 15 vitesh. Kam filluar ta ndjek le të themi që prej vitit 2002 ta ndjek me një vëmendje tjetër të shtuar. Mbaj mend që tifoz jam bërë nga xhaxhai im, pasi ai ka pas ndjekur në ato kohra Dinamon, kur edhe Dinamo sapo që ringritur, domethënë pas sulmeve dhe pas problemeve që pati në ato kohra. Mbaj mend domethënë që e kam ndjerë për herë të parë në derbin me Tiranën, kemi barazuar 2-2 në atë ndeshje. Unë jam tifoz i Dinamos prej 15 vitesh, pavarësisht se vitet e fundit, domethënë 10 vjeçarin e fundit e temi, kam filluar ta ndjek akoma më shumë, edhe përpiqem të jemi në stadium rreth 95% ndeshjeve. Unë vetë vi nga një familje tifoz të Partizanit. E kam pas pak vështirë, domethënë brenda familjes, megjithatë ja kam dalë duke parë edhe përballje direkte të viteve të fundit, nuk është se kam humbur se jam bërë me Dinamon. Klubi sportiv Dinamo është i klub futboll shqiptar nga Tirana, i themeluar në 19 korrik 1950. Nga viti 1995 deri në vitin 1997, klubi ishte i njohur me emrin Olimpik. Skuadra zhvillon ndeshjet mikpritëse në stadiumin Selmaster Masi në Tiranë, i cili ka një kapacitet prej 12.000 vendesh. Klubi i futbollit Dinamo njihet për lojën kombinative dhe spektakolare, shtrirjen e tifozërisë në mbar Shqipërinë, si dhe për kulturën fair play brenda fushës së lojës dhe jashtë saj. Dinamo, së bashku me Tiranën dhe Partizanin, skuadra të kryeqytetit, janë 3 klubet më të rëndësishme të Shqipërisë. Ndeshjet midis këtyre 3 skuadrave të kryeqytetit përbënin dikur derbet klasike në Shqipëri, duke qenë se thithin interesin e rreth 90% të tifozëve dhe dashamirësve të futbollit shqiptar, fantastik të këtyre skuadrave legjendare. Fundi i vitit 1990, në të cilën nisën dhe ndryshimet demokratike në Shqipëri, e gjeti Dinamo si ekipin e futbollit më të suksesshëm në historinë e Shqipërisë, me 15 kampionate dhe 12 kupa të fituara, duke pasuruar arkivin e saj të sukseseve. Pas viteve 90, klubi i futbollit Dinamo fitoi kampionatin në sezonin 2001-2002 me një rekord absolut në futbollin shqiptar prej 18 fitoresh radhasi. Duke parë që jam nga një familje tifoz me Partizanin si mate dhe im vlla, për plasjet e para pastaj mund të them që mund të kemi pas rreth vitit 2008, kur edhe Dinamo ishte kokë në kokë me Partizanin atë kampionat. Kemi fituar ndeshjen e fundit që ishte si një finale.
fituam 2-1, minutat e fundit, Dinamo ishte me 2 lojtarë më pak, dhe aty pastaj ka qenë një histori e bukur, domethënë sepse kam shkuar me vllajin rrugës për stadium dhe jemi ndarë në derën në atë vetën hyrje që kishte stadiumi Dinamo. Kemi qenë secili në tribunat respektive të tifozërisë. Në fund neshjes unë dola domethënë i kënaqur edhe me një titull kampion xhep, ndërsa vllai im vuajti pak sepse vitin pas ardhës me sa duket ato ranga kategoria. Ndikimi më i madh që kam pasur për të bërë tifoz Dinamos ishte lidhja që kisha me xhaxhain tim. Në ato vite isha ende fëmijë dhe bëja shumë për të, saqë besoj dola edhe kundër familjarëve të mi, edhe sot u bëra tifoz i Dinamos, pavarësisht se dashuria rritet me kalimin e viteve, kultivohet me shkuar në stadium. Është ndjenjë e bukur, domethënë, edhe vazhdon rritet në stadium kur njeh çunat, njeh tifozat e tjerë, kur ekipi vazhdon të fitojë. Aty nisi dhe konflikti që nga tribuna, domethënë, duke parë njëri tjetrin, duke ngacmuar me shenja, megjithëse unë isha më i vogël edhe në shtëpi mund të priste edhe në shpull më tepër. Pastaj kam vazhduar akoma më tepër ta ndjek në vitet pasardhëse. Në atë kohë ishte pak e vështirë sepse duhet me leje nga prindrit për të shkuar në stadium. Në vitin 2009 Dinamo doli në vendin e 4, mos gaboj. Në 2010 kishte një histori shumë pozitive, dolëm prap kampion, titulli 18 dhe i fundit. Do të veçoj pastaj njohje me shumë tifoz, aty kemi kaluar momente shumë të bukura, sidomos derbit e fituara kundrejt Tiranës, dhe shumë pak të tillë domethënë kemi humbur. Formacioni historik i Dinamos në vitin 1953 përbëhet nga Shaqiri, Vogli, Vila, Cungu, Qinali, Murati, Jareci, Reli, Peqini, Begeja dhe Bakalli. Në 2008 nisem, domethënë ishte atmosferë e bukur shumë para ndeshjes, me sa mbaj mend, unë isha edhe shumë i vogël, megjithatë për një familje shqiptare, domethënë ajo çmim bilete në atë kohë ishte pak i kripur, sidomos për 2 fëmijë. Gjithsesi mbaj mend që vllai im ka dalë, ka marrë biletat ditën e ndeshjes, pastaj kemi udhëtuar bashkë deri në stadium. Atmosfera ka qenë me të vërtetë e këndshme sepse edhe një natë më përpara ndije atmosfera finales, komunikime me tifozët e tjerë që ishim, unë isha tek vegjëlit, megjithatë ai qefi i momentit ishte të merr një bluze, një shall. Ka qenë me të vërtetë atmosferë e bukur në tribuna. Ka pas një numër rekord tifozësh, bile shumë kanë udhëtuar nga qytete të tjera. Shumë kanë mbetur jashtë stadiumit, koreografia ka qenë mjaft e bukur, me një flamur të madh të shpalosur në fillim të ndeshjes. Dhe këto mbaj mend nga viti 2008 pak a shumë si momentet kryesore, se emocionet e para si tifozi kanë përjetuar rreth moshës 7 vjeçare, ka qenë viti 2002, kishim një ndeshje derbi me Tiranën. Tifoz jam bërë nga xhaxhai im, ai ka qenë një ndjekës i rregullt në stadium i ekipit dhe nga dashuria e madhe edhe për xhaxhain, domethënë tradhtova familjen time, vllain edhe babin, edhe kalova si tifoz i Dinamos. Dhe vlen teksohet kjo ndeshje derbi e vitit 2002, që ka qenë nga të parat që unë kam ndjekur. Barazot Tirana në minutat e fundit rezultatin dhe Dinamo mori vetëm një pikë në atakim. Bëri, domethënë, minutat e fundit psimi i golit ishte një ngjarje që unë nuk e harroj as sot, domethënë, sepse kanë qenë lotët e parë që kanë ndërtuar për ekipin. Klubi sportiv Dinamo ka dalë 17 herë kampion e Shqipërisë në futboll dhe ka fituar 15 herë Kupën e Shqipërisë. Po ashtu, klubi sportiv Dinamo ka një numër pjesëmarrjesh në skenën evropiane të futbollit, duke marrë pjesë në Ligën e Kampionëve, 5 herë në Kupën UEFA, 3 herë në Kupën e Kupave dhe 5 herë në Kupën Ballkanike. Në sukseset e Dinamos vlen të përmendet gjithashtu edhe trofeu i Kupës së Shqipërisë në sezonin 2002-2003. Më 17 maj 2008, klubi sportiv Dinamo u shpall
kampion për sezonin 2007-2008, pasi fitore fantastike kundër Partizanit. Në një ndeshje ku blut luajton për 35 minuta me 9 lojtarë dhe fituan 2-1. Ndër rezultatet e arritura të Dinamos mund të përmendim 18 trofet fituar në Ligën Superiore, 13 trofet fituar në Kupën e Shqipërisë, 2 trofet fituar në Superkup. Po ashtu, Dinamo ka fituar dhe 15 trofe të tjerë më pak të rëndësishëm. Në vitin 2010, skuadra ishte një skuadrë ndërtuar mjaft mirë, me lojtarë të kalibrit të kombëtares dhe ka qenë një shkëputje mjaft e madhe nga ekipi i vendit dytë Besa Kavajës, që ishte në atë vit konkurrenti joni për kampionat. Kemi fituar kampionatin, le të themi që në mars, një shkëputje mjaft e madhe, paqka se u zbehën pak ato emocionet të rrugës, sepse fituan vetëm ndeshjen e fundit dhe çdo ndeshje paraardhëse e humbëm, megjithatë na lejonte shkëputja në renditje, na lejonte që hidhnim disa hapa falës. Ka qenë me të vërtet një ndeshje e bukur edhe ajo përmbyllësja, ishte ndeshje festive. Mbaj mend që në atë kohë ka qenë ditë shkolle, ditë jave, dhe duhet me ja përsëri leje nga prindrit që të shkoja në stadium. Me një luftë madhe, domethënë, edhe kjo pjesë, sepse për vetë moshën e mësimet e tjerë, pavarësisht se ishte fundi i sezonit shkollor, sepse maj, siç dihet, përkon me fundin e shkollës. Kemi qenë stadium disa orë para, ka qenë një ndeshje mjaft e bukur, ku kemi fituar me rezultatin 4-2. Dinamo për mua është buzëqeshja, domethënë që kam fytyrë, është më shumë se një ekip futbolli, është një familje. Mbaj mend në ndeshjen e fundit të vitit 2010 kur ne u shpallëm kampion, vinim mbas një seri humbjesh në kampionat edhe atë ndeshje nisëm në disavantazh me skuadrën e Besës Kavajës, me sa mbaj mend kemi qenë me një rezultat 1-3 për skuadrën mike. Pastaj Dinamo kishte një ekip, me thënë drejtën, që bënte diferencën edhe ktheu rezultatin në 4-3. Mbaj mend një stadium të zbukuruar dhe të mbushur me flamur blu, tifozë të Dinamos të shumt, edhe atë ndeshje kemi pasur shumë njerëz, domethënë që kanë ardhur nga rrethet, sepse vlen teksohet, kemi tifozë, një rreth i madh tifozësh janë në zonën e Elbasanit, në zonën e Gramshit, kemi tifozë pastaj në zonën e Beratit, Pogadecit, dhe kanë qenë një grup çunash që vinin pothuajse çdo ndeshje kampionati me organizimet e tyre private. Por në ndeshjet e mëdha pastaj u mundonim që të krijonim diçka më të bukur, një masivitet, mund të themi, tifozësh. Aty pastaj kemi dalë festoj me skuadrën, pas ndeshjes, fishek zjarret, emocionet e titullit fundit. Dhe me sa mbaj mend, jemi mbledhur tek kompleksi Dinamo, ku ishin një numër i madh tifozësh që shoqëronin skuadrën, disa me makina, disa me motora, por shumica ishin edhe në këmbë, edhe ajo autokolona, mund të themi, në thojza e njerëzve, ishte me të vërtetë e madhe. Lagja Xhamlliku në Tiranë i përket njësisë administrative numër 3 në kryeqytet. Kjo lagje është quajtur kështu sepse në periudhën e regjimit komunist në këtë lagje ndodhej një bar me fasadë xhami. Xhamlliku njihet për grupet shpeshherë edhe të ashpra të tifozëve, kryesisht të Tiranës dhe Partizanit. Por kjo lagje mban në gjirin e saj edhe tifozë të ekipit të Dinamos. Në Xhamllik janë shënuar disa incidente mes tifozëve të Tiranës dhe Partizanit.
duhet kaloj tek situata tjetër, domethënë, tek një moment mjaft i errët që skuadra fut në vitet pasardhëse pas fitimit të titullit fundit kampion, edhe ishim një vit pasi dolëm kampion, filloi kampionati, kryesonim bindshëm edhe atë kampionat, kishim mbledhur një grup lojtarësh mjaft të mirë si nga Europa, ashtu edhe nga Argentina, me sa mbaj mend kemi pas nigerian, një skuadër mjaft të bukur e simpatike, kemi mundur edhe vllaznin Shkodër brenda 20 minutave dhe morëm një cilësim si Real Madridi i vllaznis. Megjithatë pas asaj ndeshje nisi edhe kthesa, edhe filluan problemet me radhë për ekipin, që këtu neve besoj tifozët e zjarrt apo mbështetësit që kemi qëndruar prap besnik skuadrës. Ka qenë një periudhë shumë e fortë emocionale, po edhe mjaft e bukur, sepse kemi pasur të bëjmë me goxha ndodhi, sepse duke ditur edhe kategoria e parë ka fusha shumë vështira, ka njerëz shumë vështirë, dhe vetëm në fushën e Tiranës luhet një futboll i paqët, të themi. Mendoj se për stadin që kemi akoma në Shqipëri, nuk mendoj që stadiumi është një vend për familjar. Mund t'i numëroj me gishtin e njerëz do, besoj disa stadiume që mund të shkojnë familjarisht, por për vetë infrastrukturën që kemi ende nuk mendoj se i plotëson për gjithë familjen. Për një fëmijë që ishte në fund të 9 vjeçares dhe në fillim gjimnazit nuk ka qenë e thjeshtë, pasi të gjitha kursimet ne kemi hedhur qoftë me prodhim flamujsh, banderolat ndryshme, kemi pas një grup djemsh, domethënë, që gjithë bashkë, po me financimet që janë për një fëmijë, domethënë, pas fillimit të adoleshencës, nuk është e thjeshtë, pasi ti keme vetëm 1.000 lekë për sanduiqe dhe për kafe që fillu mas mësimit. Megjithatë mundonim që me çunat mlidhnim ndonjë lek tepër, edhe fatmirësisht unë kam fillu të punoj herët, edhe në moshën e gjimnazit, kështu që mendoj që barra më rëndi gara edhe çunave tjerë grupit. Kemi pas momente shumë bukura në kategorinë e parë, pavarësisht se është një kategori që neve nuk na përket dhe nuk na rri përshtat, duke qenë edhe se jemi një nga skuadrat më të mëdha në Shqipëri. Ka qenë periudhë e bukur për tifozërinë, besoj ka pas disa ndeshje që skuadra ka dhënë disa shkëndija, kemi qenë 2-3 herë domethënë në mesin e parë të tabelës, disa herë pretendente, megjithatë për gjëra të ndryshme, le të themi për arsye të ndryshme skuadra nuk luftoi deri në fund. Megjithatë ka pas organizime nga tifozët, transferta kemi bërë goxha edhe me ndihmën e tifozëve të tjerë, jemi mbledhur, transfertat janë diçka, domethënë nga çdo tifoz që mund të themi, mund të flasim, janë ndeshjet më të bukura janë ndeshjet në transfer, sepse ke bësh që nga fillimi i organizimit, dhe ke pastaj do fillosh me planet, ku do ndalosh ta pish një birr, ku do ndalosh tash diçka rrugës, hyrja në stadium e tjerë, domethënë edhe një nga ndeshjet që mbaj mend mjaft bukura ka qenë edhe me ndeshjen e Lushnjë. Kemi pasur një organizim paraprak, edhe në atë kohë patëm folur edhe me ish-drejtuesit e klubit për të organizuar një udhëtim. Tifozëria ishte me të vërtetë një numër rreth 70 personash, që për një tifo grup nuk është një numër i vogël, domethënë duke pas parasysh edhe kategorinë në cilën ndodhemi, dhe një ekip që nuk është se kishte pretendime për të ngritur Super League. Kemi shkuar në Lushnjë, një shi i madh, një interesim shumë i madh nga tifozët edhe atë radhë, edhe në fundit ne humbëm si që ishim mësuar të humbim zakonisht këto vitet e fundit kategoritë parë, po nga ana tifozërike domethënë ka qenë një nga transfertet që unë mbaj mend nga më të bukurat. Pastaj për punën e tensionit, fushat e kategorisë parë karakterizohen nga një tension i tillë, ka shumë tension në fakt, duke nisur nga ambienti dhe pas herë domethënë kemi dhe ato përplasjet tona me më shumë
sesa me tifozërit që janë mikpritse, janë me persona që kanë edhe veshur një xhaketë zyrtare në klub apo në bashkitë për kacet ndoshta. Po që kjo është pjesë e lojës, edhe mbeten aty për aty. Kultura e grupeve ultras në Shqipëri ka ardhur në vitet e fundit, në 10 vjeçarin e fundit mendoj që është bërë akoma më prezente. Është diçka që ka ekzistuar, ekziston dhe do vazhdoj të ekzistojë në forma të ndryshme. Besoj se në Shqipëri nuk e kemi atë mënyrë, domethënë, të bëri tifozlik ende, pasi janë vetëm 2-3 tifogrupe që mund përmenden që mund bëjnë diferencën në Shqipëri për tifozlik, mirëfill, për këmbë, për organizime. Megjithatë jam totalisht kundër dhunës, kundër ofendimeve banale, pasi ne gjithë kemi një shok, kemi një kushëri apo një të njohur tjetër që mund të jetë tifoz, mund të jetë pjesë e tifogrupit rival dhe mendoj që shajet, banalitetet apo hyrjet mos shkojnë më tepër se sa shkallët e stadiumit. Dinamo si skuadër është personifikuar gjithmonë si një skuadër që ka zhvilluar futboll të bukur që nga fillesat e saj në vitet 1950, ku fitoi 4 kampionate rresht dhe në vazhdim, domethënë, ka mbledhur gjithmonë ajkën e futbollistëve më të mirë në qarkullim. Dhe gjithmonë, domethënë, ka bërë diferencën, një lojë e qetë, pa presion, thjesht një futboll i bukur, i thjeshtë, edhe në fund ishte pjesa që merrnin 3 pikët, që na vlenin. Por gjithsesi vitet e fundit, domethënë, pasi kemi dalë kampion, vlen teksohet edhe vitin që pasardhës të vitit që dolim kampion, kemi pasur një lojë mjaft bukur, pavarësisht se faktorë të tjerë jashtë fushë ndikuan që neve të shkonim aty ku shkuam, dhe mbaj mend edhe ndeshjen e fundit që patëm një ndeshje me Vërtetën e Lezhës, e fituam me një rezultat thellë, domethënë, sepse kishim në përbërje një grup mjaft të mirë lojtarësh. Megjithatë, në vitet e fundit, sigurisht edhe loja do i përshtatet terreneve të vështira, fushave të vështira që ka kategoria e parë. Është një lojë më shumë fizike se sa teknike apo taktike, dhe shpesh herë në 90% ndeshjeve skuadrat që pësojnë një gol të rriqen dhe më bëjnë me fanatizëm atë gol qënuar, nuk kanë ndeshje me rezultate të thella. Dinamo është përshtatur kësaj loje, le të themi, plus që nuk është se ka pasur realisht një ekip që të synonte rikthimin në Super League, duke pas edhe hallet e shumta jashtë fushe. Megjithatë, sezonin e ri që jemi tani, kryesojmë grupin, jemi 4 pikë plus, në renditje nga ndjekësi më i afërt, jemi një ekip pretendent kryesor për të ringritur dhe drejtuesit e ri kanë bërë një skuadër simpatike për kategorinë parë. Kemi marrë edhe trajnerët ish kampion Serie A dhe mendoj që ekipi po përgatitet për një rikthim Super League dhe me një lojë ashtu siç i ka hije ekipit. Dashurinë për Dinamon sigurisht që do doja që unë si tifoz t'ja transmetoja edhe brezave në vazhdim, si çdo tifoz tjetër, besoj që do ishte tepër i kënaqur që edhe fëmijët e tij në vazhdim do trashëgojnë në ndjenjen e tifozërisë që unë kam. Ndoshta jo kaq ekstreme, por